Njerëzit të cilët na urrejnë neve janë njerëzit të cilët nuk kanë paqe me veten e tyre. Kur një njeri nuk sheh as edhe një vlerë në jetën e tij, nuk njeh ndonjë arritje në jetën e tij, ai do të mundohet me çdo kusht të flet pas shpinës tënde, gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me ty, vetëm e vetëm që ta ul vlerën tënde, nga se kjo e bën të ndjehet mirë atë. Mirë po, vëlla i dashur dhe motër e nderuar, mbaje mend mirë, fjalët e njerëzve të tillë as edhe një herë të vetme nuk kanë fuqi për ta ulur vlerën tënde. Prandaj, fokusohu dhe puno shumë në arritjen e qëllimeve dhe synimeve të tua. Dhe mos e kthe kokën mbrapa, për të mos ju a dhënë kënaqësinë njerëzve të tillë të të shohin teksa ti hjek dorë nga qëllimet dhe arritjet e tua.